Një ftesë e hapur për të gjithë qytetarët e Shkodrës vjen nga Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, i cili ka iniciuar një thirrje publike për të rikthyer në jetë pazarin e humbur të qytetit përmes fotografive dhe kujtimeve familjare. Thirrje kjo e lidhur me ekspozitën e radhës që pritet të mbahet në muajin qershor. Është një ekspozitë e cila hulumton pazarin e humbur të Shkodrës përmes kontributeve nga arkiva kombëtare, ndërkombëtare, arkiva lokale gjithashtu. Kuratorja e kësaj ekspozite, Kim Knopers, e cila është një kuratore që ka qenë e pranishme me disa ekspozita në Muzeun Marubi, krahas punës hulumtuese në arkiva, kërkon të ketë edhe një impakt më të drejtë për drejtë me qytetarët përmes një thirrje të hapur që ne e kemi lançuar që në muajin maj, ku synohen që qytetarët në përgjigje të kësaj thirrje të na sjellin disa kujtime dhe disa imazhe apo fotografi që ruhen në albumet familjare të tyre për të plotësuar një cikël narracioni mbi historitë e pazarit Shkodrës. Ekspozita me titull Pazari i humbur i Shkodrës, ringjallja një kujtese, do të mbledhë imazhe të rralla që dokumentojnë jetën tregtare, arkitekturën dhe zanatet që dikur gjallëronin këtë hapësirë të qytetit. Fotot pasi të digitalizohen i rikthehen pronarëve, ndërsa informacioni mbi personazhet apo ngjarjet në foto do të pasurojë më tej arkivin vizual të muzeut.